por e përmend këtë tretin, se më ka në vetë o vëllezër. Vetë më ka ndodhë për ta ndihmu për vlerën. Tha shif në tjetër se ne s'kemi nevojë. Po i ke çuaj borxhin pra, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përmendën hadithin tonë, tha me një malli dhe ai që ka borxhin, nëse vdesin domethënë pa me një masi dhe pa borxhe, shkojnë në xhenet. Pra, bashko pra çuaj lek borxhin. Më vllejën e mu këto si lajme, si shok, si mik, si komshik do, edhe mu më vllejën. Borxhin kërkoj lek të ti. A e martova djali, po. Pse e martova me borxhin? Pse si qova lek të atyre mobiljeve të ti? Pse? Mos e martovish. S'ka borxh. Qo lek borët vojë ti? Pse e bonë të asme? Pse e ne një gjithë të gjona? Ati e shkorët borxh të që? Do lekë. Sporivu. Edhe mu dhe shlisën pranan dime. Kjo është kulmi me një masëris. Për këtë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, fukaraj me një madhë. Dhe tjetë për gjithmonë në xhehenemi e Allahut xhelle xhelaluhu. Wallahi, ai që i ndodhet, thot apo vdes, duke pas vetëm 1 gram me një masi, do t'jetë në xhenem. Po, vendi keq është, vendi të mëshëm, por do t'jetë gjithmonë. Për shkak sepse kjo ndjen shumë e keq. Kjo i shkatron mirësitë e tjera që ka robi krejt. Leje filonet, thonë apo filonet, si i ka dalë menja thot si për to. Kjo shkatroj imonin. Vepra të mirë që ti ke, ti shkatroj. Ti shkatroj. Sepse do majsh krahun e veprave të këqija. Wallahi, shumë kishim për të thonë, po ju të regoj rastin e Omerit, Allah e më zhiro. Dije që ka qenë halifi i madhe muslimanëve, 1 ndër 4 burrat e mëdhej që vjen direkt në pas pejgamberëve Zotit. Pra që kanë qenë burrat të mëdhej, besimtarë, shok me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka drejtuar shtetin islam për 10 vite, ama e kishte çuar me nemasin në zero. Nëse do të kishte në diçka si kjo që matet alkooli, edhe po t'ja vendosur i merit me i mat me nemasin, zero. Edhe i rast, po udhtojmë nga Medina për në një vend larg në Siri. Keni parasysh rrugë gjatë, ajo ishte bon plon gjithë, era tjerës, ajo këmishë që kishte vesh. Edhe para se me sa sot i thot personit që të rikë të devën, një do të shenë deve, thot ti, ta bëjmë me radhë, thot të tezi mos, si, thot i pari mos e monë. Po si bon, thot shohin njerëzit të i gjithë, duke hesën konë, thot. Po i thot, po si bon, thot, që u meri ta mendoj këtë që, thot, i thot ati personit. Edhe aj një këtë ndërë, i merë dhe post, duke hesë dhe zba. Edhe i ven i lirë këto, një mrapa kështu i lirë, edhe i varë ke krahove. I tha, mëse thuj më këtë fjallë, që si të të hesë meri në konë, si po hesë meri zba. Të njëtën hesë e meri dhe të të ketë dhe para Zotit gjele gjelaluhu. Po a me ndonë thë se ne në lartësoj tjetër të gjonë dhe përveç islamit, se ne kështu ishim dhe me një dhej. Të vra një në tjetëri, për pasuri. Të fut fmi gjallë në do. Gjallë në do. Vajzat me i vra në me në masije që kishim. S'lini vajzat. Me gjithë veshin nga vajzat, nga nonët, i vrishin gjallë. Vajzat i fuqin tokë gjallë. Tha, mos i thërati. E tha, Allahu Gjellegjerë nuk në rriti me pushtet. As me pasuri, as me bukuri. Ne në rriti dhe vetëm me islam. Pra, krenaria e jonë. E vetëm e gjohë është kjo në rriti, islami. Në sot e pejgamberi, në drejtoj zemrët, në proni librin e Zotit të Koranit, Allahu thot një ajet tjetër Koranit, Allahu nuk i do me një mdhej.
Unë po them o Zot, na rujt gjithë nga me në mosirin.